shkoj kësaj dhe këto kosto ekstra që ka kjo grup mosh. Janë pikërisht shërbimet që ju duen sipas nevojat veçanta, kujdesi tyre mjekësor, shëndetësor, sa e kanë mundësin të moshuarit në realitetin shqiptar që të paguaj një kujdestar në shtëpinë e tyre të përkujdeset. Më shumë se 75% e këtyre të moshuarve sipas të dhënave të PNUD-it përkujdesej një nga partnerët për njëri tjetrin. Pra përkujdesej buri për gruan ose gruaja për burin. Pra është një përqindje e konsiderueshme kjo. Fakti që fëmijët janë emigrim i bën që ata mund të kenë të ardhura financiare, për shembull, mund të ndihmojnë prindrit e tyre, por nuk janë të pranishëm aty. Kështu që duhet një kujdestar për të kujdesur apo për pikërisht. Po sa i kemi të kualifikuar kujdestarët në tregun e punës për të trajtuar këtë grup mosh? Sepse kujdestar nuk mund shpeshherë kur bisedohet për këtë temë, thuhet që çdo grua e cila mund të jetë e lirë me kohë fizike mund të kujdeset për dikë tjetër. Ofrohet për të përkujdesur, qoftë për një fëmijë në realitetin shqiptar apo për persona të kësaj kategorie, pra për të moshuarit. Por në fakt nuk duhet të jetë kështu. Personat që të kujdesen duhet të jenë të specializuar, sepse të moshuari ka nevoja specifike. Ata ka nevojë për një infermier, ka nevojë për një punonjës social, ka nevojë pse jo për asistenca psikologjike të caktuar në momente të caktuara. Pra, grupi ose stafi që i shërben dhe i asiston dhe i vjen në ndihmë të moshuarit, nuk mund të ngelet vetëm një zonjë e cila punësohet nga familja dhe nuk ka, le të themi, ekspertizën e nevojshme për të shërbyer një të moshuari. Pra ne nuk kemi mekanizmat e duhur? Nuk i kemi për fat keq. Nuk i kemi për fat keq. Nuk kemi stafe konkrete në qendrat tona shëndetësore apo nga institucionet caktuara, të cilat përkujdesen për të moshuarit të shoqërisë shqiptare. I shkojnë në derën e shtëpisë të moshuarve në shoqërinë shqiptare. Ofrohet asistencë jo gjithmonë me orë të plot për shembull, por dhe me orare të pjesshme dhe reduktuar. Ne nuk i kemi këto shërbime në realitetin shqiptar. Tani